Nikol Frokaj nga fshati Plançor posedon rreth 80 ari të mbjellura me 2 lloje lakrash. Frokaj tregoi se ky vit ka qenë i vështirë sa i përket ujitjes, për shkak të kushteve atmosferike që kanë mbizotruar në kohën kur zakonisht mbillen lakrat. Me lokën të shitores edhe me lokën e cila pak bën fort për dimën, i kam 80 ari. Kjo lokën është për shitore, nuk damtohet katë ngarkohet e katë prehet. Ashtë ma fort në kry. Frokaj thekson se këto traditë të kultivimit e kanë trashëguar nga babai dhe gjyshi dhe qëllimi është që të mbahet mirë dhe të ruhet cilësia e produktit. Babgjysh. Babgjysh këto i kultivojmë. E do të mi majtë mirë që kanë krenet, për mas mi prek miza. Miza zban me olon mi prek. Babgjysh merëm, është fitimi mirë. Po, nuk po do në më marrë me bujësi të rritë, se a fitimi ma i mirë s'ka ku më shku. Se unë, për shemull, punoj 6 muj rri, çdo dimnin s'kam shka më bonë. Frokaj ndër të tjera tha që pavarësisht sfidave, ja vlen të merresh me kultura të ndryshme bujqësore.